Rënja e prodhimit të qershis dhe tharja e pemëve si pasojë e ndryshimeve klimatike vënë në vështirësi fermerët e Drenovës në Mallakastër, një ndër zonat më të njohura për kultivimin e qershis. Banorët thonë se prej 3 vitesh po përballen me të njëjtën situatë, ndërsa ndryshimet klimatike dhe kushtet e pafavorshme atmosferike kanë dëmtuar ndjeshëm prodhimin. Ai prep, nuk dua më. Pse? Sidomos viti 3 tash është ka rënë maksimum. Kjo ndodh në sistemi klimës, si duket temperaturat e larta, në ata cilat e vjerme ka lënë shumë probleme. Qershia është bimë që do në çik lagështirën. Qershia Drenovës po thoj se po mbaron. Do, po çfarë bërë ja? Prodhimi është shumë i dobët. Sipas fermerëve, ngricat gjatë lullëzimit të pemëve të pasuara nga temperaturat e larta kanë ndikuar drejt për drejt në uljen e prodhimit, krahas fenomeneve natyrore, edhe kostot e larta të mirëmbajtjes e kanë bërë kultivimin e qershis gjithnjë e më pak fitimprurës. Me qershin, këto s'kemi darë atje. Po ndiko shumë, po s'kemi çfarë bëjmë neve, se këto kushte janë. Ata që janë marrë të kjo ja të marrë qes. Po mirë dërejani, po ne mbjeni kot, ne mbjeni ato nuk kanë. Përballë kësaj situate, shumë banorë kanë nisur të heqin dorë nga qershia, duke prerë pemët dhe duke i zëvendësuar me kultura më rezistente, si ulliri. Ata paralajmërojnë se nëse situata vazhdon me këto ritme, Drenova rrezikon të humbas traditën e saj në kultivimin e qershis.